ka momente që vërtet edhe unë nuk i kuptoj, por vendosem edhe në rrobat e tyre, se jo çdo prind apo çdo familje ka mundësinë të jetë informuar, i kuptuar, i pranuar për gjërat që do të thotë. Unë shoh shpesh nëna që thon kam ardhur fshehur azi se do më flasin po ta marrin vesh, se nuk duan që fëmia të futet në dietë, se është dhe problemi që fjala dietë është shtrembëruar në mënyrë ekstreme dhe sigurisht që një prind nuk e ka shumë qejf që fëmia i vet i vogël të mbaj dietë. Por sikundër ka edhe raste që nëna nga neglizhenca, pavarësisht gjithë gjërave që nuk e kanë as frikën e tjera që unë përmenda më sipër, nga neglizhenca mendojnë hëse do rritet, hëse do zgjatet, hëse do futet në sport, ndodh që fëmia pëson atë kolesterolin e lartë, diabetin, atëre kujtohen se që nga në vonë. Dhe pikërisht në atë moment u flas, sepse kryesisht janë nëna që kanë informacion, janë intelektuale, nuk janë nëna të cilat mundësit i kanë të kufizuar edhe aty me ato mund të flasë edhe ashpër ndonjëherë, por përgjithsisht përpiqem që ti mirë kuptojnë varësisht rrethanave ku janë.